Qytetarët në tregun e Perashit në Shkodër shprehin shqetësime serioze për kushtet në të cilat tregtohen frutat dhe perimet. Sipas tyre, mënyra e shitjes nuk garanton siguri dhe higjen për konsumatorët. Ata thonë se produktet tregtohen me spluhurit dhe pranë rrugës, çka i bën skeptik për t'i blerë, pasi kushtet nuk janë as pak të përshtatshme dhe paraqesin rrezik për shëndetin. Kushtet e tregut është e vërtet do të jenë më të mira. Do të bëhet një farë ashtu. Derisa shteti nuk vën dorë si kanë kënë diku me dyqane me gjana këta shesin ku don vetë. Ndoshta në rrugë, ndoshta aty hajt koti të tek ton natën hyn e shëtisin e për treg, edhe nuk kena çam ashtu. Kushtet i duam më të mira. Për zotin rrallë, bavë e vlejtë me ta thonë drejten, se nuk më pëlqen jetu jashme, vetëm se vjen keqja e tyne se jetojnë ndoshta për kashatin e buks, edhe detyrohem kur me ardh, unë ma pashka e bin dyqan, se sa i tu. Pa nga qëmdhimen personat që shesin mes prunit e mes dhejve, tana kushtet beter janë. Ti shifen dhe ti shifi vetë se si janë. Unë vjen keq për këta njerëz që shesin i të bavë, se ndoshta edhe për pak lek dalin i të me shit. Për më të mirën, gjithmonë synojmë edhe në përshpia, do në dhe një me po më të mirën gjo, po... Nëjta, zazavadi të gjana kuptohet të rukët. Ata tjera që janë industriale, marketet. Sipas banorëve, mungesa e infrastrukturës së përshtatshme dhe e kontrollit e bën këtë treg problematik. Qytetarët i bëjnë thirrje institucioneve shtetërore për përmirësimin e kushteve higjieno-sanitare dhe sistemimin e tregut, në mënyrë që ky ambient të jetë i sigurt si për tregtarët, ashtu edhe për konsumatorët.